Sarandë, dita e karnavaleve dhuroi një atmosferë të gëzueshme e plot humor. Ajo erdhi si një përvojë e bukur për të gjithë ata që u bën pjesë e festës së karnavaleve. Ky event mban autorsinë e shoqatës së grave të minoritetit grek, trëndafili pavyshkur. Veshje karnavaleske, maska veneciane dhe muzika argëtuese bën bashk fëmijë të rritur duke dhuruar një ditë ndryshe për të gjithë në shëtitoren e Sarandës. Autorsinë e organizimit të një eventi të tillë e kanë zonjat e shoqatës grave të minoritetit etnik grek, të cilat prej ditësh u ishin drejtuar me ftesë për pjesëmarrje në ditë karnavalesh të vegjëlve dhe të rriturve për argëtim dhe kërcim në ritme karnavalesh. Grupe fëmijësh të shoqëruar nga prindër apo gjyshër dhe nga edukatorë e mësuesët e tyre, secili veshur sipas fantazisë dhe dëshirës së vet, mbushën shëtitoren e Sarandës për të përqendruar në një prej platformave të saj, ku organizua pasarela e maskave dhe kostumeve karnavaleske dhe u kërcye nën tingujt muzikor. Kryetarja e shoqatës së grave të minoritetit grek të Mjafili Pavyshkur, zonja Kristina Naçi, falënderoi Bashkinë e Sarandës që mbështeti nismën për organizimin për herë të parë të karnavaleve në këtë qytet. Është si traditë për vendin tonë nga brezat e mëparshëm dhe ne duam që ta vazhdojmë, duke i organizuar karnavalet çdo vit. Ju uroj të festoni dhe të kaloni sa më mirë. Të jeni të lumtur, fëmijë të rritur. Falenderoj Bashkinë për mbështetjen. Gëzuar. Ajo tha se dëshirojnë që organizimi i karnavaleve të bëhet traditë dhe ftoi të pranishmit për të gëzuar e për të argëtuar së bashku si të ishin të gjithë fëmijë. Dita e karnavaleve në Sarandë dhuroi një atmosferë të gëzueshme e plot humor për të mbajtur mend. Ajo erdhi si një provë e bukur për të gjithë ata që u bën pjesë e festës së karnavaleve të dielën e 2 marsit në lungomaren e Sarandës.